Puntat kemi vendosur të flasim për një ngjarje njerëzore, për një histori njerëzore teje të veçantë. E jashtëzakonshme ndoshta mund të quhej. Bëhet fjalë për një histori e cila do t'ju lër pa fjalë në momentin kur do ta dëgjoni. Vetë personazhi, protagonisti i kësaj historie do të vi këtu sot në panelin ton dhe do të na rrëfej me detaje një ngjarje të jashtëzakonshme që ka ndodhur në jetën e tij, e cila ndoshta ishte edhe pasojë e një fëminie dhe adoleshence të trazuar. Ka kulmuar jeta e tij problematike me kryerjen e një krimi, kur ai ishte fare i ri. Më pas, mënyra se si kanë rrjedhur gjërat është vërtet e pabesueshme. Ne sot jemi këtu për ta dëgjuar personalisht nga goja e tij të rrëfyer historinë e Eduard Lekës. Mirë se erdha. Unë në fakt kam në duar edhe një libër në cilin rrëfehet historia juaj, Më arrestoni, kam vrarë një njeri. Le ta nisim nga ky moment. Sa vjeç ishit kur e keni kryer këtë krim? Unë kam lindur në vitin 1974, krimi është kryer në vitin 1993, 19 vjeç. 19 vjeç. Dhe ka ndodhur jo në Shqipëri apo jo? Po, kjo ka ndodhur në Athinë. Nga cili qytet i Shqipërisë jeni juve? Jam nga qyteti Librazhdit. Aty kam lindur dhe jam rritur. Prindem janë në origjinë nga rreth i Dibrës. Fëmijën time i kam pas, po. Jo, ndesha vetëm t'ju thoja sepse kur ju shikon kështu paraprakisht jam e bindur që teleshikuesit në këto momente kanë të njëjtën pyetje dhe provojnë të njëjtën çudi. Si është e mundur që nga një njeri i ftuar, i veshur kaq elegant, kaq bukur sot, të dëgjojmë një histori të tillë? Prandaj duket e gjitha e pabesueshme si një skenar filmi, gjë në fakt e cila ka inspiruar dhe një regjizore, por që ne do të tregojmë gjitha më vonë. Njeriu nuk e ka të vështirë duket i bukur, po të cilët bukur. Tash është diçka që vërtet unë përderisa kam marrë guxime dhe përpara shumë viteve kam treguar këtë që kam bërë, sot kam edhe çlirimin të them që pse e kam bërë. Jo për të justifikuar veprimin që kam bërë, por më shumë për të nxjerrur në pa se çfarë shtyr njeriu shkoj drejt ngjarjeve të tilla. Mund të them që zanafilla e këtij veprimi është tek dashuria që kam pas për lekun. Po fakt dashuria për lekun nuk është dashuria për lekun, por është dashuria për të pasur ato gjëra që ti si ke. Dhe më saktë për të pasur ato gjëra të cilët mund t'i kenë të tjerët dhe ti nuk i zotron. Është ama ajo konkurrenca mes njerëzve. Kush është i pasur, kush është i varfër, kush ka një makinë dhe kush nuk ka një makinë. Zanafilla është gjithmonë tek ajo që të kem diçka për të veshur më shumë se tjetri, për të pasur edhe mbi tjetrin edhe për të qenë mbi të tjerët. Kur dëgjon një njeri tani pasi kanë kaluar gjithë këto vite, sigurisht që kuptohet që ju jeni penduar për gjitha këto, për gjithçka ka ndodhur në jetën tuaj dhe do të na rrëfeni këto pak nga pak. Por në momentet që ju i keni kryer të gjitha këto xheste, të gjitha këto akte, si ndjeheshit? Çfarë procesi ndodhte brenda jush? Kjo është diçka. Nëse një të dehuri i flet për moralin, zëre siguri ke folur murit. Unë e kam thënë dhe e them prapë. Për mua nuk bënte problem fare që të kryeja veprime të jashtëligjshme për të pasuruar. Sepse e kam thënë dhe herë tjera, nuk kam parë njëri të paktën në ato kohra të kishte një drejtësi absolute. Nuk kam kontaktuar me një person i cili të kishte një drejtësi e cila të më binte. Atë përderisa në përgjithësi njerëzit shoqëri gjejnë një mënyrë për të fituar lekun, ndoshta dikush me një firmë, ndoshta dikush me një gravitet. I njëjti pasuri ishte edhe për mua. Dhe dashuria për lekë, dashuria vërtet për të pasur pasuri nuk më bënte të mbrisej ndërgjegja. Gjendja financiare e familjes suaj si ka qenë? Gjendja financiare ka qenë e tillë që unë mos kisha manin për të vjedhur, sepse plotësoheshin ato gjërat jo minimale, por normale. Problemi është se kur futesh në shoqëri te konkurrenca për të dukur, normalja nuk mund të garoj. Atëherë duhet të kërkosh diçka tjetër, mbi atë që të jep të shtëpia, por të futur ti tek njerëzit që kanë diçka personale. Mendoni që unë ishte edhe shoqëria ndoshta në kohën e adoleshencës e cila ka influencuar në këtë formim tuaj? Kemi 10 fëmijë dhe nëse secilin prej fëmijëve do ta justifikojmë që shoqëria ka fajin, atëherë secili fëmijë vetë deli pa faqen. Dhe mund të them që fajin e kisha unë se kishte fare shoqëria. Pse? Sepse unë atë që thash fillim dhe po e them prapë, kisha dëshirë vërtet për të pasur lek. Atëherë, shumë veprime për të pasur lek nuk bën edhe vetëm, bën me disa shok. Kështu që në farë mënyrë, pse mos e mund që unë ndikova ke shoqëria që ata të keqësoheshin. I ka ndeshje ime ka ndodhur
si pasojë e një atëherë vodha për herë të dytë biletarinë ku punonte mamaja ime. Dhe herë e dytë u kuptova nga policia, më marrin komisariat, ka qenë viti 92 diçka e 93, dhe duke parë që ishte herë e parë që vërtet mund të kishin informacion, të tillë që mund të mbllokonin, i kanë komisariatit dhe gjeta një vëndstrehim në Greqi, në Athinë. Ky ka qenë momenti që u shkëputa nga Shqipëria dhe filloi domethënë ajo jeta kriminale, pak më egzageruar dhe pak më euforike. Ndërkohë që edhe dëgjojmë rrëfimin tuaj, është shumë e habitshme mënyra se si ju kërkoni të ndani këtë histori. Duket sikur ende vazhdoni dhe keni nevojë të pastroheni. Sa që flas për ato që ka ndodhur në jetën time, kam dëshirë që vërtet të synoj për t'tregu që vërtet ajo që ka bërë Zoti është diçka e veçantë dhe është diçka e vërtetë. Kështu që bashkë me trupin që ndjej për atë që kam bërë, edhe këtë unë asnjë nuk them me krenari që kam qenë djalë i shkathët, kam qenë djalë i fortë e tjera. E them me turp. Po them gjithçka vërtet për t'i dhënë shkak shumë njerëzve të tjerë që ndoshta mund të jenë jo kaq të këqij sa unë, ndoshta mund të jenë më të keq se unë, për të kuptuar që nuk është vetëm një besim i cili thith me diçka hynore, po kjo shoqërohet edhe me një ndryshim sjelljeje që edhe shoqëria që të ka njohur diku të njeh. Mbrini në Greqi. Po. Atje sërish ju vendosni të vazhdoni të jetoni në të njëjtën formë apo jo? Në fakt nuk vendosa të vazhdoj të esen, po thjesht vendimi është marrë që fëmijëri. Etja për të krijuar lek shumë, tashmë kur isha në Greqi, se isha më i rritur, më thënë, nëse në adoleshencë mendoja që të isha lek në xhep, isha bukur, të shkoja nëpër lokale të pija dhe tregoja shokëve dhe të tjerëve që unë mosh kaq të vogël mund të ulem në lokale që ulet supozojmë një X prokuror. Tash i vjen momenti që duke u pjekur, duke parë që disa njerëz po bënin lokalin e tyre, hotelin e tyre, edhe unë kisha krijuar një, po themi, synim. Synimi ishte që të bëja një dorë lekësh, pa llogarit fare mënyrë se do bëheshe. Nuk diskutohet se kjo nuk do ishte mënyrë e drejtë, të ndërtoja një hotel në Shqipëri. Ky hotel për mua ishte një fabrikë në imagjinatën time e cila do nxirrte lek, dhe këto lek do bënin që të jetonte mirë Eduardi, familja ime, prindërit e mi, motrat e mia, ndoshta do jetonin mirë edhe fiset e farëfisim. Fjala mendoja vetëm tek ai personi që investo jetën tate, të kapësh një shumë të madhe parash, edhe të bëhet familja jote pjesë e krenarisë së qytetit. Mos jesh vetëm ti më djali i krenarit i cili ke lek, po të kesh edhe familjen diku lart fare. Kështu që ju pra në Greqi dëshironit të sërish të krijonit pasuri, në mënyrë jo të lishme, sigurisht, duke ja marrë ato të tjerëve apo jo. Çfarë ndodhi atë natë tetori të vitit 1993? Shumë shkurt mund të them që përpara se të vinte ky çast, unë në Greqi domethënë kam qelur rreth viteve 92-93, shumë shpejt u bëra një person i cili konsumoja vetëm alkool, por edhe narkotik. Mund të them që kam pas shtëpi ku ishe bazë, ku kishim gjëra të tilla dhe përdorim kur na tekeshe. Nëse për shembull asnjëherë nuk keni ndjerë rrezikuar nga policia greke teksa jetonit në këtë formë? Mund të them që kam qenë budalla. E di pse them këtë gjë, sepse në burgun që i bëra mbas disa viteve, ku gjaj histori të viteve kur unë isha në Greqi që ishin kapur me një sasi të vogël droge krahasim atë që ne mbanin në shtëpi dhe ishin dënuar me vite të papara, unë habitesha se çfarë guxime budallaj kam pas. Mund të them që kam qenë i verbër në mënyrë totale, sepse përveç se maja madh shtëpiu, kam qenë personi që e merja supozojmë drogën nga një X vend dhe çaj diku tjetër, duke pasur në xhep, duke pasur një plasmas në dorë, duke lëvizur nëpër metro, nëpër autobusa. Nuk e di, po kam qenë vërtet i marrë. Midis kësaj marrëzie, le të themi, që e jetonit jetën tuaj në Greqi, ndodh që ju vendosni në tetorin e vitit 1993 të shkoni dhe të grabisni shtëpinë e një qytetari grek. Çfarë ndodhi atë natë? Në fakt kisha marrë një informacion që është një X person në një familje, ka rreth 5 milion dirhami, është një moshë jo e fuqishme dhe mund t'ja marrë shkollaj. Në momentin që u futa në familje në shtëpinë e tij, në mënyrat e mia, nuk kisha tendencë për të marrë jetën e tij, por kisha tendencë për të marrë pasurinë e tij. Dhe në hapat që bëra për të marrë pasurinë e këtij personi, u përleshëm fizikisht me njëri tjetrin. Jeta ime tash po vjeshin në rrezik, dhe unë gjithmonë i kam pasur vetes time që Eduard, në momentin që tjetri, sepse puna që unë pëlqeja më shumë për të bërë në këto vite shumë të zeza, ka qenë grabitja. Nga që lidheshe me një plan, nga që lidheshe me shumë faktorë që
Unë e shikoj vetëm tas, me thënë drejtën. Pse kryet krimin? Si ndodhi? Atëherë ne u goditëm me njëri tjetrin. Ai ishte një fizik i cili nuk ishte siç unë kisha marrë informacionin, ishte burr i fuqishëm. Unë mendoj kam qenë atëherë në gjithë llojet e drogave, kam qenë një person që rreth 56 kg, saqë edhe grekët më thonin Eduard ti fillu të marrësh heroin. E dallonin gjithë që vërtet i po bëhesha gjithmonë edhe më i dobët, por kam pasur një energji nuk e di të habitshme, ndërkohë që kam qenë edhe i pirë dhe ai ishte një tavolinë në mes të dhomës ku ai ndoshta ishte ulë për të ngrënë. Në momentin që unë futem befasisht në shtëpinë e tij, goditemi me grusha me njëri tjetrin. Ai për një moment bie i trullosur dhe unë fitoj kohë për të kontrolluar sirtarët e shtëpisë së tij. Personi çohet në fjalë edhe në mes meje dhe tij ishte tavolina e cila ishte edhe një thik buke. Unë kap shikimin e tij që ai po shikonte thikën dhe e kap unë thikën i pari, tërhiqem brava dhe i them, mos u afro se do të godas. Thjesht për të bërë një person që mos afrohesh fizikisht. Tash i personi duke qenë i trullosur u bën një përleshje e dytë dhe në goditjet që unë jap atij duke menduar që do e godas me grusht, merr një goditje diku në pjesën e kokës dhe tek një goditje vetëm ka bërë që ai të ndrojë jetë. Juve si u ndjet në atë moment? Çfarë menduat? Çfarë bë? Cili ishte veprimi më i parë? Në momentin që një personi ka rënë tokë, prapë kam vazhduar të kontrolloj, nuk kam pas ndjesinë e një veprimi të jashtëzakonshëm, që mund të themi diçka. Krishti ka thënë një fjalë shumë të fortë. Ka thënë, nëse një person mendon për ta bërë të keqen, është sikur ta ketë bërë. Du të them këtë gjë, që në fantazinë time përpara se të bëja unë veprimet e këqija, gjithmonë në lokale mendoja veprimet e këqija, mendoja veprimin e grabitjes, mendoja veprimin e vjedhjes. Domethënë, ky lloj veprimi që ndodhi tash praktikisht në fantazinë time mund të kishte kaluar disa herë. Sepse nuk është se unë isha vetëm personi që merrem me grabitje, por isha edhe personi që nëse dikush do mbinte në qafë, unë mendoja për t'i bërë keq atij. Ndoshta mendoja edhe deri ke ekstremi për t'i marrë dhe jetën. Atëherë, duke qenë një person i cili në fantazinë time vrasja e njerëzve kishte kaluar shpesh herë, ajo që ndodhi për momentin ishte diçka që kishte ndodhur me metafizikën e mendimit tim. Kështu që nuk isha ndonjë diçka e veçantë. Thjesht vazhdova në qetësinë time për të kontrolluar shtëpinë, ra një zile telefoni i familjes ku po bëjmë fjalë dhe mendova që kjo zile kërkon personin i cili tashmë është trirë. Edhe ky i cili po telefonon, ndoshta mund të jetë afër dhe mund të vinë në shtëpi. Tash për të u larguar nga një rrezik i mundshëm i kapjes time, edhe disa sekonda vazhdova kontroll, nuk gjeta gjë më fare, mora vetëm disa gjëra të vlefshme dhe jam larguar nga shtëpia e këtij personi. Duke qenë tashmë një person i cili vetëm një merak kisha, a do kuptohet veprimi që e kam bërë unë? Në fakt nuk ishit lënë asnjë gjurmë, kështu që ajo histori thjesht u mbyll dhe ju vazhduat sërish të jetonit po njësoj. Nuk patët asfare sadopak një brerje ndërgjegje për atë që kishte ndodhur? Mund ta kthej përgjigjen konkretisht me gjërat që më pas rrodhën. Në momentin që një njeri mendon ndërgjegjen e tij ose imponohet nga ndërgjegja e tij se kjo që bëre është gabim, atëherë ky njeri nuk ka fuqi të bëjë gabime të tjera. Është i fakti që ky veprim ka ndodhur në 93 tetor dhe mund të them, megjithëse ky është veprim kulminant, unë po them se ky veprim ka inauguruar, jo vrasje të tjera absolutisht, po ka inauguruar shumë veprime të tjera të dhunshme që unë kam bërë në vazhdimsi. Sepse nuk ishte një moment që thash Eduard arrit tek kulmin, stop, mos bëjmë më. Po ishte një moment që vërtet më duk sikur u deva që çdo gjë e cila mund të më vinte përballë mund të ishte shumë e kollajt për ta bërë. Unë besoj që brenda në veten tuaj diçka duhet këtë ndodhur. Ndoshta ka qenë fshehur si ai icebergu që s'kuptohet dhe nuk duket, por që është një proces besoj fort i cili ka konkluduar në fund fare me momentin e dorëzimit për t'u ndoshkuar le të themi. Unë kam vënë një shprehje që thotë që ndërgjegja është agjenti i Zotit tek njeriu. Është tamam një fuqi në ndërgjegja e cila imponon njeriu të kuptojë të keqet nga e mira. Si ndodhi që ju pas 9 viteve vendosët të dorëzoheshin? Çfarë u bë shkak? Unë besoj se kam pas një ndërgjegje të vdekur. Dhe mendoj se ndërgjegja ime ka filluar të impulsoj jetë në rreth viteve 94-95, ku unë fillova të mendoj për gjëra metafizike, për fatin, ekzistenca e Zotit ose jo. Është fakt për ta thënë që unë kam pas një motër e cila ka lindur e paralizuar. Dhe sa që unë mendoja për çështjet e metafizikës, thoya kështu që nëse Zoti ekziston, atëherë pse është dënuar një person pa bërë veprim? Sepse ajo ka ardhur në jetë e paralizuar. Atëherë automatikisht
Në atë që unë nxirra më gjatë thoya që nëse Zoti ekziston, nuk është i drejtë. Dorëzimi që ju po pyesi pas 9 viteve kanë mes shumë ngjarje. Vërtet nuk del ndoshta jo një emision, por edhe shumë net. Ne kemi qenë familje ateiste dhe nuk kemi pas edukim fetar brenda shtëpisë. Babai im ka qenë komisar politik. Ishte një person i cili rreshtonte veprat e nverit sipër tavolinës edhe bënte konspekte për t'ju imponuar mendimin të tjerëve që njeriu duhet të bazohet ke forcat e vetes tij. Kështu që edukata e familjes time ka qenë ateiste. Ka qenë vetëm një gjyshe e cila më fliste për Zotin në formën e saj, e cila vërtet ka mbyllur diçka në familjen time. Kurse ajo çka unë po lexoja për Jezun ka qenë vërtet diçka e re në jetën time. Diçka vërtet e re. Është një varg shumë i veçantë në Bibël. Edhe thot kështu, thot një personazh shumë kryesor në shkrimin e shenjtë, Pali. Thot të mirën që dua, ata unë nuk e bëj dot. Dhe të keqen që nuk dua, atë shikoj se më shtyn të bëj. Do thënë unë po shikoj një diçka ke vetja ime. Është ajo që ju përpara po tentoni të thoni që Eduard, ti mund të kesh pas një mirësi të shëu brenda vetes tate. Dhe unë në fakt po shikoj ky varg një identifikim të vetes. Sepse edhe veten time unë nuk e çmoja keq në thellësi, po imponohesha për të bërë keq sepse kështu është shoqëria. Edhe ky varg po thoya që vërtet unë nuk kam fuqi ta bëj të mirën. E di që është e mira, po s'kam fuqi ta bëj. Edhe po gjej lidhjet asaj çka unë vetes në thellësi kam thënë, me asaj që po lexoja përballë vetes. Plus që për mua ato shkrime po më japin edhe atë respektin e një libri burrëror. Unë origjina jam nga Veriu, edhe babai dhe nëna, dhe shpesh herë nga farefisi jam imponuar që të vlerësoj burrinë. Dhe në burr unë kam nxjerrë një përfundim që një person i cili do të jetë burr, vërtet nëse praktikon Biblën, është burri i vërtet. Dhe Kurrizori dytë që ndora është që është i vetmi libër që është shumë i vështirë për ta aplikuar. Dhe duke qenë diçka e vështirë për ta aplikuar, u dashurova për të bërë diçka të vështirë. Kërkon vullnet të madh. Po. Dhe pasi ju filluat të ndryshoni, në këtë moment filloi ndryshimi juaj apo jo? Ta shikoni të botën ndryshe. Aty është mbjellur. Veten tuaj dhe botën ndryshe. Aty është mbjellur diçka është vërtet. Kur vendosni të dorëzoheni për krimin që ju kishit kryer para 9 vitesh, dhe për cilin nuk ishit kapur asnjëherë nga policia, askush nuk e dinte, dhe nëse ju zoflisnit ndoshta kur nuk do ishte marrë vesh ajo gjë që kishit bërë? Në këto pas 97-s në mars deri në 98-ën janar, ka qenë një hark kohor ku unë merresha vetëm me tregti droge, tregti armësh edhe me parafalso. Në këto lëvizje të lartë të poshtë, gjithë Shqipëria ishte rënë muj, kam shpëtuar nga 4 herë goditje me armë. Në njërin për rasteve ka vdekur një person ngjitur me supin tim. Tash duke pasur në mendjen time informacion tashmë edhe pozitiv, të moralshëm, duke pasur edhe informacion fetar, duke parë edhe shumë ngjarje nga jeta ime, arrita në një pyetje. Isha në dhomën time dhe i thash Zotit që nëse je i vërtet, siç unë kam lexuar për ty, lutem ndriço dhomën time. Dhe projektorët e një makine kanë ndriçuar dhomën time. Nuk ishte një rrugë e cila makinat i shikoje çdo minutë dhe çdo çast lëviznin, po për njerëzit për shkakun që e din vitin 98, janar, diçka e tillë, makinat nuk lëviznin mbas mazitës. Ka qenë e vetmja makina saj nate dhe ndriçimi i dhomës sime mas kësaj pyetje që unë kam ndërtuar, aty ka qenë çasti vërtet i një kthese 180 gradësh. Ky çast është shoqëruar pastaj me ndryshimin e jetës sime në tërësi, fillova të marr pjesë në një kish nga qyteti im në Librasht, fillova të lexoj Biblën, fillova të rri me njerëz krishterë dhe pas 4 viteve, mbasi bëj dhe ushtrinë për në disa punë të thjeshta, marr një vendim për të dorëzuar në autoritetet greke për të treguar këtë që kisha bërë në 93-shin mbas 9 viteve. Ata fillimisht nuk ju besojnë apo jo? Dy ishin mendime, to kemi të bëjmë me një të marr, ose është diçka për te domethënë është diçka hynore, nuk kishte aludim tjetër. Dhe çfarë ndodhi? Ju arrestuan me njëherë apo? Pa diskutim, sepse faktet që unë jepja në vendin që kishte ndodhur ngjarja ishin në përputhje me hetimin që ishte bërë përpara 9 viteve në Shpirn. Edhe në momentin që u telefonua nga dogana e Kapçicës sigurimi grek, ato pan tamam domethënë që këtë informacion mund ta di vetëm personi i cili ka kryer ngjarjen. Kështu që automatikisht unë dërgohem në burgjet e Greqisë. Dhe kjo ka ndodhur afërsisht i takon të jetë në vitin 2002? Kjo ka ndodhur në vitin 2002 janar. Në janar të vitit 2002.
Paralelisht, kjo ngjarje gjithashtu mediatizohet shumë në shtypin grek, shokon shtypin grek e gjitha kjo, dhe në fakt shumë gazeta, media vizive gjithashtu shkruan dhe folën shumë për këtë ngjarje, ndoshta për fenomenin e Eduart, i cili filloi të quhej që nga ai moment e tutje. Për të mos thënë pastaj që dhe një regjizore shumë e njohur greke, Angeliki Andoniu, vendos pikërisht të realizoj edhe një film bazuar mbi skenarin e jetës suaj. Një film i cili gjithashtu mban emrin, u titullua me emrin tuaj, Eduart. Një film greko-gjermano-shqiptar, ku protagonist janë aktor grek, por dhe shumë shqiptar. Sigurisht që protagonisti, ai që do të luante rolin tuaj, do të ishte shqiptar. Ne kemi ekskluzive sot edhe aktorin që ka interpretuar rolin tuaj. Do doja të dija çfarë ndodhi me ju në atë moment. Ju për të kuptuar edhe vazhdimin e historisë suaj. Fillua të kryeni dënimin, për sa kohë zgjati ai dënim? Dënimi zgjati 5 vjet dhe 9 muaj. Ndërkohë që atëherë më saktë koha... Do të thënë për vrasje ju dënuat vetëm 5 vite? Atëherë që të jemi saktë. Koha e izolimit ishte, po themi, 5 vite dhe 9 muaj, kurse dënimi ishte 16 vjet seanse parë dhe mbas 9 muajve 14 vjet. Është një ligj, nuk e di a vazhdon të jetë, që duhet bësh 3 pjesët e dënimit. Në bugjet greke është edhe një mundësi që nëse sjellja jote është e mirë, të jepet mundësia për të vajtur në burg pune. Dhe në burg pune fiton në 1 vit dhe 1 vit e gjys tjetër. Kështu që në 14 vite, 3 pjesa i bie 8 vite e gjys që duhet bësh dënimin. Dhe në punë ti fiton një kohë e cila në fakt nuk ekziston, por nëpërmjet punës të jepet dhuratë. Dhe në harkun kohor 5 vite, 9 muaj, unë plotësova këtë 8 vite. Pra ka mundësi që të shkurtohet dënimi si kohë reale? Kështu që, do të thënë, distanca ishte, kemi 2200 janar deri në tetor të 2007. Kjo është koha ku kam qenë izoluar në bugjet greke. Pra 5 vite e 9 muaj. Pra u shkurtua dënimi juaj në sajt punës së kryer, punës dhe sjelljes së mirë. Duke u dalë edhe me një kusht që deri në plotësimin e 14 viteve mu nuk më lejohet që të shkel tokën greke. Nuk ju lejohet të shkelni tokën greke. Do me thënë, i takon kur i bie të plotësohet? Në këtë moment mund kemi edhe 2 vite ca tjera, 2-3 vite tjera. Do me thënë, dhe për 2-3 vite ju nuk keni të drejtë të futeni në tokën greke. Ktheheni në Shqipëri, që nga momenti që dilni nga burgu, dhe me çfarë vendosni të merreni këtu? Në fakt, që në momentin që besova edhe në vazhdimsi, unë asnjëherë s'kam vendosur me çfarë do merrem, po kam qenë i lirë që Zoti të merret me mua. Dhe kjo fjalë që thash ka kuptimin e kësaj. Dhe duke pasur tashmë një jetë vërtet nëpërmjet besimit, i lidhur me Zotin, edhe është një besim i cili të jep mundësi të kuptosh vullnetin e Zotit, kam qenë gjithmonë i lirë që të administrohem nga Zoti ku ke dëshirë të jem unë. Dhe ndodhi që pas 1 viti e gjys, diçka të 2 viteve, më jepet një ofertë për të punuar në një organizatë quhet Shoqata Kristiane të Burgosëve Shqiptar. Është një shoqatë e cila ka fokus ndihmën të dënuarve për sa i përket po themi ndarjen e fjalës Zotit me ta, e shoqëruar edhe me ndihmë sociale, e shoqëruar edhe me ndihma pak a shumë edhe të tipit ekonomik, po jo shumë e fuqishme. Juve i angazhuar në këtë organizat, kryeni një aktivitet shumë të ngjeshur, i cili nuk është i zakonshëm. Ne do të sjellim materialin që kemi përgatitur, teksa kemi xhiruar Eduartin pra në një takim të dënuar këtu në burgun e Tiranës. Do ta ndiqim këtë material dhe do të kthehemi në studio. Ai e di çfarë do të thotë të jesh i mbyllur në një qeli, vetëm mure, biseda të vrashta dhe ndërgjegje e trazuar. Ai i kupton këta të dënuar më mirë se kushdo. Prej thuajse një viti, kjo është përditshmëria e tij. Eduarti është vizitori i përhershëm i burgjeve në Shqipëri, nga veriu në jug. Takimet me të burgosurit janë kthyer në detyrën e tij më të rëndësishme, duke dëgjuar dhimbjet e duke kuptuar turbullimet e tyre, duke qetësuar shpirtrat e këtyre njerëzve në përpjekje për të ngjallur shpresën se të bëhesh një njeri më i mirë është e mundur. Në shoqëri pak a shumë njerëzit ne i ndajmë kategori.
paktën unë në jetën time jam kategorizuar si një njeri rrugash. Edhe unë për vete se kisha farë domethënë habi ku gjej një vlerësim negativ për veten time. Ndërkohë që po shoh që unë vlerësoja njerëz të tjerë pozitiv. Nganjëherë më thoj se po e them, kur je njeri drejt, nuk ke aftësi të kuptosh disa gabime që ke tek vetvetja. Kurse kur ti e di që nuk je njeri i mirë, ke aftësi të kuptosh edhe shumë gabime të tjera që ke vetvetja. Po tentoja që të kapja vërtet dhe unë pasurit, që t'isha djalë dinjitos, që një familje dinjitose që të thoja tjetër dhe unë tjetër nivelin tatër. Këto gradualisht më shtynë hap pas hapi në faza s'po përdor fjalën mëkat, po flas në gjuhën tuaj, më futi vërtet në etapa që janë shumë thellësisht domethënë negative. Sa që arrita ju do lexoni në libër, bëra edhe një vrasje gjatë një videje. Kështu kaloi dhe një ditë. Mes abisët të dënuarve për historinë e tij, ai ju dha një përgjigje të gjitha pyetjeve të tyre. Kush e di? Ndoshta shembulli i Eduardit do t'u lehtësoj shpirtrat e do t'i udhëheq për një fillim të ri. Mendoni që i ndihmon të burgosurit libri juaj që i dhuroni? Në fakt, çdo njeri i cili nuk njeh Zotin është i burgosur. Po fakti që me të burgosit po flet dikush i cili ka qenë i burgosur, gjen lidhje pak më shumë dhe jam i sigurt që besoj se do i ndihmoj. Po t'i referohemi historisë të kriminologjisë ndërkombëtare, një rast si ky i Eduardit mund të ndodhë vërtet dhe vetëm një herë në 100 vjet, thot regjisorja e filmit për ju. Unë nuk jam gjykatëse, doja vetëm tregoja madhështinë e shpirtit të tij. Për ta mbledhur me dy fjalë të gjithën këtë Eduard, ju jeni sonte në këtë studio jo vetëm se jeni protagonist i një historie tuaj, të vërtet, por se dhe pak të histori, ky film nuk do ishte bërë, apo jo. Pra filmi që mban titullin e emrit tuaj Eduard në Greqi, në fakt, me pak fjalë historia juaj është e pazakontë, për një arsye shumë të thjeshtë, ju bëri një krim në vitin 93 në Greqi, vristi një njeri, nuk ju kap policia, ktheni në Shqipëri, ju kthejnë sepse ju kapin pa dokumenta, dhe ju pas 10 vjetësh paka shumë, në vitin 2003, apo jo? 2002 pas 9 vjetësh, momenti që jeni kthyer në Shqipëri tashmë, dhe pasi jeni njohur dhe keni rënë papritur me të afërmit tuaj të cilët kishin kohë që ishin futur në rrugën e Zotit, pra ishin në një familje ishin ungjillor apo jo? Ishin ungjillor, ishin praktikant të besimit ungjillor. Ata në një familje, pra kjo fe, ungjilli, ky besim, ju bëri, ju ktheu nga një njeri potencialisht kriminal, se ju nuk është se e bët krimin me ndërgjegje apo jo. Ju e bët, ju bëri që të dorëzoheshit prap në Greqi vetë me këmbët tuaja për të kërkuar policisë greke që t'ju burgoste për fajin që kishit bërë. Dhe kjo është një histori, duhet thënë, e rrallë dhe kjo meriton një super duar trokitje. Për ta sqaruar më tej, me sa kuptoj unë, nuk është se juve ishit person në kërkim në atë kohë. Pra, nuk është se juve zgjodhët krejt vullnetarisht që të shkonit. Mund të them shumë shkurt që unë pas krimit jam kapur nga policia greke, Po që më fort Eduard, pak më fort. Do thënë, pas krimit jam kapur nga policia greke, më janë marrë shenjat e duarve dhe në momentin e parë që më janë marrë shenjat e duarve pas si kam kryer krimin, ka qenë momenti që jam shkarkuar nga një dënim i cili do ndodhte nëse do kuptohesha se unë isha. Pasi momentin kam qenë një qytetar i lirë, që gjithë tjetër e vetëm problem ka qenë qenia në Greqi pa dokumenta. Do kisha më probleme me drejtësinë absolutisht. Pra askush nuk dyshon me ndërgjegjen e vet. Po pra, me ndërgjegjen e vet pra komplet, u rikthye vet pra. Pra u dorëzua vet dhe ju tha grekëve, policisë greke, shiko, unë erdha se kam bërë një krim para 10 vjetësh, E ka bërë të krimin, askush nuk e di, po unë vi këtu me dëshirën time sepse dua që të marr dënimin për atë krim që ka bërë. Dhe kjo, do të thotë vetë Eduardi, a është e vërtet Eduard, duhet të besojmë që është fuqia e Zotit që ju ktheu dhe ju futi në këtë tjetër rrugtim, po them? Nuk ka mundësi tjetër, është ajo që ju thatë. Por para se theshit në Shqipëri, pra pasi bët krimi dhe kur u kthehet në Shqipëri se ju ka policia, ju nuk kishit asnjë lidhje, asnjë qasje me fen me këtë lloj besimi apo jo? Ndodhin dy gjëra paralel.
Në momentin që dikush lutet për ty, brenda teje është një perceptim frymor për çështjet të perëndishme. Dhe në momentin që ky perceptim bashkohet me një lexim të jashtëm, lexim i cili për mua u krye për herë të parë duke qenë i dënuar në bardhoret Kavajas, në kamp, u lidhen dy gjëra, u lidh ajo që unë perceptoja si shkak i lutjeve që bëshin për mua, me atë që unë lexova. Dhe gradualisht, shumë gradualisht, erdhi dhe momenti që kryeva dorëzimin tim përballë drejtësisë të ligjit, por jo përballë drejtësisë vetëm të ligjit. Sepse për mua Bibla është libri ku bazohet besimi krishterë. Që do të thotë, tek letra e Palit, drejtuar Romakëve, është kapitulli 13, vargu 1, 2, 3, deri ke vargu 7, flitet shumë qartë se çfarë pozicioni ka qeveria përballë qytetarit. Edhe aty është një shprehje shumë eksakte. Edhe thotë kështu: nëse një person respekton Perëndin, automatikisht ai duhet të respektojë dhe ato ligjvënës të cilët kanë ardhur nga Perëndia në tokë. Pra unë u vura përballë përgjegjësisë të shkrimit. Dhe njëkohësisht këtu përfiton dhe drejtësia, por jo se dua të eliminoj atë ndjesi njerëzore përballë një gafe, përballë heqjes të dikujt që është shoqëruar me dhimbjen e personave të afërm të këtij personi që fatkeqësisht fjalën për vrasjen që bët atëherë. Po. Po kjo është domethënë boshti i dorëzimit tim. Është një bindje përballë fjalës së Zotit. Sepse nuk mund të kesh një admirim për Perëndin, nuk mund të kesh një respekt për Perëndin në momentin që ti praktikisht bën diçka tjetër. Fjala duhet praktikohet. Edhe vetëm kur fjala praktikohet, atëherë je vërtet i pranueshëm tek Zoti si besimtar. Do të dëgjojmë këtë histori. Unë do të thoja që momentin e parë kur unë dëgjova historinë e Eduardit, personalisht për mua unë jam në kontakt me njerëz të ndryshëm që sjellin histori të ndryshme, njerëz me të kaluara të ndryshme. Kur unë dëgjova historinë e Eduardit, me të vërtetë u befasova, ishte një histori e pabesueshme. Por një histori e vërtetë. Tani këtu nuk kemi të bëjmë me një individ i cili ka përjetuar atë që dikush mund ta artikulojë një shprehje të psiqikës tij, por është fjala për diçka reale dhe të prekshme që ndodh në jetën e një individi kur ai vjen në kontakt me besimin. Dikush një autor i njohur thotë që besimi nuk është një kërcim në errësirë. Nuk është një hap drejt së panjohurës, por besimi tek Perëndia është vendosja e hapave tua në një themel të sigurt. Në fakt, kur Perëndia vjen në jetën e dikujt dhe Perëndia i zbulohet këtij personi, diçka do të ndodh. Diçka do të ndodh. Ose jeta e individit do të ndryshojë pozitivisht, ose ai do të vazhdojë pastaj në jetën e tij ashtu sikur se ka qenë, ndoshta duke progresuar rrugën e tij. Këtë kemi mund ta ilustrojmë edhe me shembuj ndryshëm nga historia, mund ta ilustrojmë edhe me shembuj ndryshëm nga jeta e përditshme. Por nuk është se ka shpesh këto gjëra apo jo Blendi Sallaj? Absolutisht jo. Nëse i referohemi dëshmisë regjisores greke, unë sot, Arjan, ju kam sjellë në studio rastin e Eduardit. Emi librin tonë. Dhe regjisorja thotë që një rast i tillë ndodh një herë në 100 vjet. Po pra, unë sapo e thash. Unë do të thoja që shiko, kur Perëndia vjen në jetën e një individi dhe një individ bën diçka jashtëzakonisht tepër të guximshme. Eduardi ka shkuar dhe është përballur me policinë greke në kufi dhe ka rrëfyer një krim të cilin ai e kishte kryer 9 vite më parë. Dosja mbi këtë krim ishte e mbyllur, askush nuk dyshohej, më nuk ishte fakte, nuk dihej që ishte ky individi. Dhe vetëm për shkak se Eduardi kuptoi që drejtësia në një farë mënyrë duhet vënë vend. Dhe përveç kësaj Perëndia... Po si e kuptoi këtë gjë, sepse kjo na intereson të gjithëve. Si e kuptoi këtë gjë? Ka shumë njerëz që bëjnë krime, po nuk shkojnë vetë të dorëzohen polici për të Arsyeja është shumë e thjeshtë. Neve kemi nevojë në shoqërinë tonë më shumë për Perëndinë sesa për politikën. Shoqërinë tonë shqiptare ne kemi nevojë më shumë për fjalën e Perëndisë. Në fakt, çfarë po ndodh sot në shoqërinë shqiptare? Unë po shoh që mungon boshti i vlerave. Ne kemi nevojë të shohim sot etalonin, modelin. Dhe unë shpresoj që shoqëria shqiptare sot, duke parë këtë djalë, i cili ka pas një kaluar të errët, një kaluar të zhytur në krim, sepse fakti që ky djalë ka kryer një krim, një vrasje në 93 në Greqi, nuk po thotë që ky ishte krimi vetëm që Eduardi ka bërë në të kaluarën e vet. Është qartë. Ky individ mbart mbi veten e tij dëshminë e Perëndisë. Një jetë tashmë e transformuar. Një individ, në fakt, vetëm 2 muaj më parë parafërsisht, ne dëgjojmë nga mediat shqiptare që 2 të dënuar
në Greqi arratisën në mënyrë spektakolare. Nga burgu, po. Nga burgu, ndërkohë që ky individ shkon dhe rrëfehet dhe pranon një krim që ka kryer 9 vite më parë dhe 10 vjet më parë, po. Dhe duke mos e ditur se si do të përballet përpara trupit gjykues tokave të zeza, çfarë do ndodhë, sa do dënohet. Ky me shumë mundësi mund të dënohet edhe me një burgim përjetshëm për shkak se kishte vrarë dikë, kishte marrë jetën e dikujt. Dhe unë besoj që Eduardit i vjen shumë keq për lotët që ka shkaktuar, për dhimbjen që ka shkaktuar, njërat e njerëzve që ai ka lënduar në të kaluar. Edhe mendoj që ja u kemi dëshminë e gjallë përpara nesh. Le të lejojmë Eduardin që po sigurisht Eduard, më thoni ju lutem atë ditë që ju bët krimin që e vratat të njeri apo jo? Se ju e vratat personat atë. Ai ishte burr plak, mos gaboj. Ose pak i moshuar. Mund të them shumë me Amonin, ndoshta ke mosha 60 vjeçare, rreth moshës 60 vjeçare. Më thoni një gjë Eduard, ju fatikisht atë ditë në momentin që atë natë ju futët natën në shtëpi apo jo? Ishit vetëm 19 vjeç në atë kohë, u futët për siguruar ca para apo jo? Ishit i bindur që kishte para brenda. Jo, pyetja ime është tjetër vend. Ju kishit në mendje vërtet që se thua se ju kishte shkuar në mendje se mund të vrisit të njerin në jetën tuaj? Dhe në momentin që ishit brenda ka fjalën. Kuptoj pyetjen shumë saktë. Unë kam jetuar në jetën e nadhës edhe në jetën e krimit. Kam pas një filozofi të tillë në agresivitetin tim në momentin që grapitja. Thoja kështu, që nëse individi i cili është paracaktuar nga unë, që unë t'i marr pronën atit, nëse ai do mbroj pronën e tij me jetën time, automatikisht bëhet më i keq se unë. Pra, më mirë t'ja marr jetën unë, thoj. Sepse prona e tij nuk është më se jeta ime. Komplet planet e mia kanë qenë gjithmonë që unë të marr pronën pa dëmtuar njeriu. Të marr pronën pa dëmtuar njeriu. Pa dëmtuar njeriu. Ky ka qenë komplet planet. Atëre pyetje kam unë. Në momentin që rrezikosh jeta ime, po, sigurisht të rrezikoj jetën e tij. Automatikisht humb të jetën tjetër. Humb të jetën e tij. Dhe kështu, kjo filozofi është shumë e gabuar. Jam dakord prapë, gjithsesi po më thoni të vërtetën që ju kishit në atë kohë. Mendoja në ato momente, saktë. Atëre para se të mbrini te ky rast, pra, atë rasti fatal që ju detyruat ta vrisnit atë. Sa ju ngrit nga gjumi, ju nuk e kishit imagjinuar apo jo. A mund më thoni sa grabitje kishit bërë deri në atë kohë? Nuk i mbaj mend, sepse grabitjet e mia. Si mbani mend, ai shumë janë. Po, sepse grabitjet e mia kanë filluar që në Shqipëri që në moshën 14 vjeçare. A grabitjet edhe në shtëpi? Atëherë, jo në shtëpi, në Shqipëri. Po, edhe në përshpira kanë fjalë, futesh edhe në përshpira të njerëzve? Në vitet 90 në Shqipëri nuk gabiteshin shtëpirat, por lokalet, natën. Unë për shembull natën me shi kam pas ditë pune. Natën me shi? E kam pas ditë pune. Ishte ditë pune? Sepse polici, do me thoni ruhet qiet edhe ke mundësi që të bësh një veprim duke mos u ngjuar dhe zhurma e... Interesante, teknikat e grabitjes janë shumë interesante, për të... Jo, po janë utilitare sepse i thon tani njerëzve që kanë prona, që kanë dyqane, kujdes, kështu mund të grabiteni. Në një mënyrë po ndihmon komunitetin tani, ë? Ata me shi. Është njëri që e njeh mirë atë botë dhe po i thot tani pronarëve, kujdes, ja teknikat e grabitjes. Dhe pa humbur pyetjen, domethënë kam qenë i regjur në momentin që unë u shkëputa nga adoleshenca. Ishte me kollaj të grabitja në Shqipëri apo në Greqi? Shikon, Shqipëria është pak e turpshme të konsumosh atë që ti vjedh. Ai qartë, në shkuptim? Në shkuptim, sepse na thim kush po njeh mua në 5 milion njerëz. Unë aty domethënë fluturoja nga një liri që mund bëja çdo gjë dhe s'mund të kuptonte asnjëri asgjë. Ndërsa Shqipëri thonë ju po Eduard, llafi hapet apo jo? Se edhe policia funksionon më mirë kur zona e veprimit është më e vogël. Është më e vogël sigurisht. Pra grabitje pafund derisa të vini te rasti fatal apo jo që të vëjsit atë njeriu. Në fakt përpara se të kaloja në Greqi, un kam qenë ndjerur nga policia shqiptare, kam qenë në listat e personave në kërkim, sepse në momentin i parë që u ndola hapur pa dashje, që jam një njeri vërtet i rrezikshëm, ka qenë thyrja e dytë e kasafortës të biletarisë ku punonte mamaja ime. Kujdes. Thyrja e kasafortës të biletarisë e dyta, kasafortës dytë ku punonte trenit. Në stacionin e trenit. Ka punuar mamaja juaj apo jo? Do të thënë në moshë kur kam qenë në fare i vogël atëherë kur fantastike. Ishit në moshën? Atëherë do ta them shumë shkurt. Jo, në ça moshë ishit kur ka qenë mosha 15 vjeçare. Merr. Po do vazhdoj. Problemi është i tillë. Unë kam marrë një smundje shumë të keqe që në moshë shumë të vogël. Kush jo mësoi vjedhjen apo kush jo mësoi vjedhjen? Vjedhjen ta mëson dëshira për lek. S'ta mëson asnjëri. Dikush nga të rriturit po duhet të keni pas një model në kokë, s'ka mundsi. Është një individ i cili nuk njihet, është i padukshëm, i cili emërtohet djall. Po djall. Ky është kemi çdo ditë studio ai. Ky është burimi që furnizon çezmat nga kupin dhe hajdutët pasaj mendime. Pa ishte djalli që ju frymëzoi. Nuk diskutohet fare. Edhe çdo njeri i cili bën një vepër të gabuar. Grabitja e parë cila ka qenë Eduard?
Nuk jam E para. Po si kam aq shënime, ta them sinqeritet. Po e para është, pa mundu mos e bashmënt Nuk e mbaj mend fare. E para fare. Po nuk i ngjan zhvizhgjerisë të një vajze. Po ju thoni, e bukur kjo. Kemi do të gjithë. Bravo, nuk i ngjan zhvizhgjerisë të një vajze, bravo. I sekond. Ju thoni kasafortën e tretë të mamas ishte biletashitse. Po. Po, dy të tjerat ju kishit vjedhur apo jo? Ju kishit thyer. Atëherë ishte herë e dytë që vitha të njëjtën kasafort. Kisha një lloj për herë të tretë, kasafortën për herë të tretë. Për herë të dytë, herën e dytë janë diktuar, Kisha një lloj varianti. Mamaja s'dinte gjë. Po absolutisht nuk dinte gjë. Atëherë, unë vjedhja 5 vjeç dhe qiqe nga biletaria dhe kuptoja që në kontrolli që bëheshe, lekët paguheshin nga familja. Tash gjeta një metodë tjetër, të bëj një grabitje artificiale, një thyrje artificiale dhe lekët i paguaj shteti, mos i paguaj familja. Po tamam. Më mirë kështu. Edhe herën e dytë diktohem nga policia, futem në rajonin e policisë, heq rripin e pantallonave, isha i bërë gati për të futur në Biruca. Në këtë moment iki policisë nga duret edhe janë personë në kërkim në Shqipëri. Ishit? Po, flasim për vitin 93. 93, po. Dhe ky ka qenë momenti kur unë në Shqipëri nuk mund isha do t'i lirë edhe gjeta një bazë në Athinë. Atje ndeta rreth 3 vjet edhe nuk njoh pronar, nuk njoh një ditë punë, të njoft emrin një pronari, sepse ambienti ku vajta ishte qendra e Athinës, Ormonia, edhe personat të cilët njofta janë ndoshta personat kryesor që në 97-ën krijuan atë gjendjen kaotike dhe të tmerrshme në zonën e jugut të Shqipërisë. Jugut të Shqipërisë, po e qartë, po i kemi pasur çdo imazhe, po. Dhe duke qenë tashti i stërvitur në territorin shqiptar, sepse që në moshë të vogël pra kisha filluar një jetë me vjedhje dhe me grabitje, se kisha fare të vështirë që t'rregoja aftësitë e mia për t'i bërë jo ballë natës, po për qenë edhe një njeri pak a shumë i vlerësuar nga personat super negativ në veprimtarinë time, sepse përveç se kam pas guximin e marr, kam pas edhe mendoj pak mençuri që t'i bëj veprimet që mos kuptohen. Kam pas qenë edhe tip që admirosha nga njerëzit që merreshin me punën e natës. Para se të marrë fjalën Blendi, se shoh që është frymzuar shumë, ose pastori që se ka qef pastori e di mirë. Më thoni një gjë, lutem Eduard, ajo ka shkuar ndonjëherë mendja në gjithë këto vite, para se të vinte te ju Jezusi apo jo, në një farë mënyrë dhe që t'ju ndriçonte dhe t'ju kthente në një tjetër rrugë, rrugën e njeriu të tmerrsisht tani ndryshe. Njeriu të mirë duhet thënë apo jo, njeriu që mund të bëni tani, keni të jepni dhe leksione apo jo, mirësie dhe, Zoti dhënd. Zoti dhënd, në atë kohë po flas, a ju ka shkuar në mendje, a keni thënë vete, po një sekondë dhe t'i thuash vetes, Eduard, je duke bërë ca grabitje të rëndonta, fal ordinere, a ka ardhur koha t'i futem një banke, sepse në fundit ëndra më e madhe e një hajduti është të vjedhë një bank apo jo. Mund të vjedhësh një dyqan diku, ku diun, një shtëpi diku tjetër. Nuk të ngop, duhet një bank, sepse ajo kthehet në pasion pastaj. Banka nuk të ngop. Po pasion pasaj... Banka thonë është gjëja më... Ajo nuk ka fund, po pra, është si status. Më kollaj se të vjedhësh një bank, kur një person nuk vlerëson jetën e tjetrit, është akoma më e lehtë që nëse di se kush ka lek më shumë se banka, ke rezistencën e një personi ose të një familje, nuk ke rezistencën e një grupi njerëzsh që mbrojnë një bank. E kam fjalën që mund projektosh një njeri i cili ka shumë lek, mund ta zgjedhësh dhe mund t'i marrësh lekët. Gjë e cila në kokën time ishte gjithmonë kur do të dalë një person i cili ka shumë lek, edhe të rregulloj punët një herë mirë, të bëj edhe një hotel në Shqipëri, edhe çdo gjë të ligjëroheshe. Edhe një gjë tjetër jam kuriozej. Krimi që ju bët që e vrata të plakun, atë burrin 60 vjeç, grekun, që ju futët në shtëpi dhe ai reagoi dhe se sa t'ju vriste ai do e vrisit ju atë, e thatë filozofin tuaj, jo, si e kishit. Unë jam kurioz ta di, që pas atij momenti ju vazhduat të jetoni të lirë Greqi për disa vjet apo jo? Po, fakt kohor, 93-95 vjetor. 95, pra ke vazhduar dhe 2 vjet? 2 vjetë gjysë edhe më shumë. Si ka mundësi? Nuk ju vriste fare ndërgjegja, që se ju vazhdoni ndërkohë që të bënit grabitje apo jo? Atëherë, duke parë një jetë, sepse gjithmonë kam pas analizu gjërat edhe mund të kuptoj shumë qartë kjo që do të them, duke parë një jetë që edhe njerëzit e ndeshëm kanë pa drejtësi në mënyrën se si ata bëhen të pasur, duke parë që tendenca e njerëzve është gjithmonë që të jem një sipërfaqe e bardhë, të jem një njeri i nderuar, por unë me një firmë mund të përveçoj një shumicë lekësh dhe unë thash kështu, këta janë me kollaj, janë me shkollë dhe mund të bëhen të pasur në mënyrë të padrejtë, kurse unë nuk kam aftësi, nuk kam pozicion në shoqëri dhe shumë ujë dal jetës përpara. Domethënë, peshku i vogël hahet nga i madhi. E qartë. Dhe dako, po a patët vazhdim ndërgjegje apo jo? Po nuk nga kusht statusi juaj ishte i tillë që mos nga kusht më vrisë ndërgjegja. Unë mendoj që ndërgjegja të vret kur ke përballë vetes një njeri pozitiv.
atëherë fillon dhe ti reflekton sjelljen e admirueshme të tjetrit. Përderisa unë jetën time dhe analizën. Ju s'kishit asnjë model pozitiv apo? Absolutisht jo, absolutisht. Ju rrit gjithkohë me njerëz të mafjes apo? Sepse kush janë njerëzit model? Njerëzit model janë mësuesët. Njerëzit model është një prokuror, një avokat. Në momentin që ne është një pastor. E heq pasorin në këtë temë, sepse kur për njerëzit që kanë atë reputacionin e drejtësisë dhe të mirësisë, ti shikon gjëra negative, ndërgjegjja ime bëhet më e keqe se aty. A e qartë. Kupton? E qartë, po është e qartë. Kështu që vetëm në momentin kur unë përballova me fjalën e Zotit, pash një diçka jo më njerëzore, diçka hynore, e cila më futi edhe një frikë të re, që më pra një model që nuk e gjeti në tokë, kjo është apo jo? Sakt. Duhet e gjeti ku tjetër apo jo? Sakt. Dhe ndërkohë ka njerëz si zotnia këtu, si pastor Akili, që bëjnë këto punë të vogla për ditë, pa kërkuar bujë, pa kërkuar vëmendje, Perëndia që punon nëpërmjet tyre, dhe janë një shembull konkret se çfarë bën një njeri, ndërkohë që ne kemi politikanë që kanë vendin në burg dhe përpëliten për të dalë që andej, kemi njerëz që e gjejnë lirinë në burg dhe unë jam i sigurt ai është ndjer më i lirë kur ka qenë brenda sesa kur ka pas atë brengën e vet në ndërgjegjen përpara. Edhe nuk di se çfarë them, thjesht jam ishte perle gjithë ky koment që bëre. Unë do thoja njeri që ndjen vend lirë në burg. Do në flasi për burgut, do në flasi për burgut. Është psikolog shumë i saktë. Është i madh Blendi Sala ai. Ne kemi nevojë sot që në shkollat publike, ne kemi nevojë sot që në emisionet televizive, ne kemi nevojë sot që në shtypin e shkruar të shohim etalonin, të shohim modelin, të shohim qytetarin e vërtet model. Se historia vërtet e këtij njeriu që kam në studio, këtij personazhi të papart, do të thonë, shikoni trailerin e filmit, pra sa thua rezumea, përmbledhja e filmit, Ledio e ka gati. Shikoni për të krijuar një ide në pak sekonda ai. Filmi Eduard i regjizores Angeliki Antoniu. Shikoj, jep biletin ta shohim të gjithë bashkë. Po, filmi Eduard. Pa. O djali në mes, ku ke qenë kaq kohë? Po ta më thuaj ç'bëjna. Rockstar desha të bësh. Du bist nicht bereit, Opfer zu bringen. Bravo! Filmi Eduard e Mark Shkasio regjizore nga jeta dhe historia e vërtetë e Eduard Legës nga në studio. Eduard, nuk e keni parë filmin, me siguri që keni mundësi ta shikoni kur të shkoni në Greqi, po jam kurios. Jo se s'kam pas mundësi, po nuk dëshiroj. Po pse? Po unë kam një filozofi personale që pas çdo momenti kur ndodh diçka, unë nuk du të shikoj atë që ndodh. Unë heci përpara. Domethënë nuk du të marr as atë bravo, as atë bëre keq. Atëherë me që jemi këtu Eduard, jemi të nderuar me që njerëzit po na shohin, më thoni ju lutem, si i kaluat që nga momenti që u vedorzuat pastaj 2002 në polici në Greqi, edhe që u dënuat me 5 vjet, dënuat me 14 vjet, po, bëhet vetëm po, si kohë dënimi, po konsumuat vetëm 5 vjet e pak apo jo? 5 vjet e 9 muaj. Si kaluat në burg? Cila është ndjesia që u dha burgu pasi u rikthyet me dëshirë në një farë mënyrë apo jo? Do ta them shumë thjesht. Shumë thjesht, po, ajo më duhet. Atje ku një person mundohet të respektoj fjalën e shkruar të Zotit, vërtet ndihet i lirë. Që do të thotë? Që do të thotë, ka shumë njerëz të lirë që vetë vriten. Unë do t'i shtoja kësaj që sapo Eduardi tha, kush është personi i cili bën njerëzit e lirë? Në fakt, Krishti, Zoti Jezu Krisht, ai thotë që e vërteta ime ju bën të lirë. Njerëzit sot që enden të lirë në rrugët e Tiranës, shumica nga neve mendojmë se jemi të lirë. Por në fakt nuk jemi Por në fakt nuk jemi, sepse jemi duke u munduar nga frikrat të ndryshme, jemi duke u munduar nga shqetësimet të ndryshme, nga hallet e përditshme, dhe në fakt mundimi më i madh, e pesha më e madhe që rëndon njeriu sot është ajo çfarë fjala e Perëndis, Bibla, e komunikon si mëkat. Ndarje nga Perëndia, një boshllëk i jashtëzakonshëm brenda ndërgjegjës njeriu. Ju e pyet Eduardin më parë, po mirë Eduard,
çfarë ndodhi me ndërgjegjen tënde pas ju kryet krimin. Unë po garantoj që ndërgjegja Eduardi ishte e vdekur deri në momentin që ai u ndriçua nga prekja e Jezusit, nga prekja e Krishtit. Krishti është një person i gjallë. Krishti është një person i gjallë. Dhe për ta komunikuar këtë mesazh, është një person i gjallë. Krishti është i gjallë sot. Do vi atje, mos o konsumoni pjesën tuaj të librit. Do ta mbyll një rrëfimi me Eduardin. Të lutem. Për t'i vënë pikë historisë Eduardit. A mund të bëj një parantezë të shkurtër, shumë shkurtër. Bët një pyetje se si u ndjet në burg. Po pra. Dhe thash i lirë, në fakt, momenti kur unë kam marrë një konfirmim që Zoti ekziston dhe Jezusi është i gjallë, ky ka qenë momenti i një lirie që në çfarë do lloj rrethanash nuk mund burgoset më. Sepse i gjithë ajo jetë me mëkate dhe me keqbërje, ta themi në gjuhën e popullit, tek njeriu tek unë mblodhi një peshë të jashtëzakonshme që është e pamohueshme. Dhe në momentin që unë i ngarkuar nga shumë rrethana, i ngarkuar nga shumë mëkate, bëra një pyetje drejtuar Perëndis duke qenë i vetëm në dhomën ku flia. Dhe thash Zot, nëse ti je, ndriço dhomën ku jam. Dhe dhoma ime është ndriçuar në të qytetet e sekondit nga projektori një makine. Mendojmë edhe themi që ajo makinë nuk është një rrugë e cila rrifet si autostrada Tiranë-Durrës, por ka qenë 28 janar, ka qenë kohë ku pas orës 7 darkës nuk lëvizin makina, dhe kjo pyetje është drejtuar në orën 12 natës. Dhe ky ndriçim në burg. Jo, shpëtimi, domethënë njoja e ime me Zotin ka ndodhur 98 në shtëpinë time, unë kam qenë i lirë atëherë. A në shtëpi? Po, sepse pasi njoha Krishtin. Po ju thotë që ishte makinë pra. Po pra, po shumë bukur makinë. Duke qenë në dhomën time në një distancë rreth 300 metra horizontalisht, është një nivel i tillë rruge ku kthesa e asaj rruge, projektori i makinës rrafën ke dritare ku flia. Dhe kjo ka qenë një përgjigje hynore. Ka kërkuar ndriçimin e dhomës dhe pikërisht atëherë fenerët e makinës kanë ndriçuar dhomën. Unë pyeta pra Zot, nëse ti je gjallë, aq i fuqishëm sa ç'kam gjug prej teje dhe kam lezuar ndriçoj dhomën time. Pra ky është momenti i lirisë fillestare, e cila nuk mund të futet në burg më. Kështu që ajo vajte në burg, dalë nga burgu, mund të them diçka, megjithëse ligjet nuk ekzistojnë. Unë mund të zëvendësoj sot jetën e një të burgosit përjetshëm, mund të jem unë vend atit edhe mund të jetoj derisa të vdes, por me një kusht, nëse ai person njeh Jezusin edhe bëhet i lirë. Unë mund ta zëvendësoj atë. Ai të jetë i lirë dhe unë të shkoj në vend atij. Mund të shkoni ju në burg? Po, pa diskutim fare. Seriozisht? E kam shumë seriozisht, por nuk ekziston ligj i tillë. Sepse nuk ka vlerë njeriu të shkojë në farmaci, të marrë ilaçe edhe të shërbej një trupi që do vdes. Kjo s'ka kuptim fare. Kuptim ka që të njofësh Zotin dhe të sigurosh përjetësinë. Një burgosur i përjetshëm vërtet është izoluar dhe ai përveç izolimit 100 vjeçar po themi, ai ka dhe një izolim të dytë i cili është therri. Kurse unë në këtë izolim do kaloj 100. Jeni do shkoni në parajs ju, Eduard. Bravo kjo. Pra japim shkak një personi të futet në rrugën që unë jam futur. Pastor? Jo, unë do thoja, ajo që sapo dëgjuam nga Eduardi, nuk është asnjë tjetër përveç se një paralelizëm që Eduardi pa e kuptuar bën me atë çfarë 2000 vjet më parë, Zoti Jezu Krisht la qiellin, erdhi në tokë dhe në kryq kreu atë që ne e quajmë zëvendësimi hyjnor. Ai mori mbi trupin e tij mëkatin ton, mëkatin e gjithë botës. Ai mori mbi veten e tij vdekjen që ne meritonim. Ai mori mbi veten e tij mallkimin që qëndronte me gjithë neve. Dhe Jezusi me vdekjen e tij zëvendësoi njeriu e vdekshëm, njeriu e kalpshëm, në mënyrë që vetëm anë besimit ne mund të marrim përjetësinë, vetëm duke besuar tek Jezusi. Shiko, parajsa apo ferri. Për momentin, për shumë familje shqiptare janë dy realitetet të paperceptueshme, janë dy realitetet të padukshme, edhe është një botë që ne sot duket sikur nuk kemi gatshëm që ta shijojmë apo ta perceptojmë se si është në të vërtetë, por unë po i garantoj sot që aq të vërtetë sa që jemi ne në këtë studio, aq e vërtetë është dhe parajsa, aq e vërtetë është edhe ferri. Amen. Perëndia nuk e ka përgatit ferrin për njerëzit, Perëndia ka përgatit qiellin, parajsën. Ka vetëm një rrugë se si njeriu mund shkojnë në qiell, edhe ky është Jezusi. Gëzuar pa. A jeni sonte në gjendje të më thoni, nëse do ktheheshit mbrapa në kohë, a do e bënit prapë të njëjtin krim apo jo? Tani që njohët Jezusin, Eduard. Atëherë kur thoni do kthesh mbrapa në kohë. Sikur të kthesh mbrapa. E kuptoj sikur, duke hequr Jezusin nga jeta ime. Jo, duke mos e hequr, tani që e njohët. Nuk ndodh asnjëherë. Absolutisht. Po pa e njohur do ta bënit prapë, nëse nuk do të kishit njohur? Po vetë mënyra se si unë tregova historinë tregonte që pas që vazhdoj. Një të keqe vinte e keqe në radhë. Duhet një model patjetër. Ju vetë blend si shikoni, jeni pas skeptik me Jezusin me të gjithë këta? Jo, unë shiko,
para fakteve si këto, është vështirë që të qëndrosh skeptik. Faktën të bësh të mendojnë, apo jo? Patjetër, absolutisht. Intervistën ka përgatit për Eduard Lekën, Ledio, është fare e thjesht, është intervistë për të provuar se realisht se sa besoni dhe me çfarë besoni realisht Eduard. Tani pas gjithë kësaj aventure të madhe që u ndodhi, duhet. Imi gati fillojmë intervistën që quhet thjesht besimi. Ate Eduard Leka, më thoni ju lutem, a besoni te vetja juaj? Fare. Fare? Jo. Po tamam, po. Kërë me ndonë sepse beson te diçka tjetër, po. A besoni në Zot? Pa diskutim. Te Jezusi? Ke Jezu Krishti, i cili është Zot dhe Perëndi, ka krijuar gjithësinë, dhe këta njerëz që janë këtu, për atit janë krijuar. A më besoni, po t'ju them se një ditë, edhe unë do të konvertohem me siguri në protestant? A mund të marri bësh të njerë pyetjen të lutem, më fal. A më besoni, po t'ju them, se një ditë edhe unë, ka shumë mundësi të konvertohem në ungjillor ose në protestant? Nuk ndodh nëse si kërkon ndihmë Zotit. Do t'i kërkoj ndihmë e qartë, si e dia përgjigjen, e dia. A besoni se humanët simulojnë her pas here? Simulojnë, bëjnë sikur në përgjithësi? Këtë ka thënë dhe Jezusi, po, është e vërtetë. Është e vërtetë. A besoni te filxhani kafes, te yjet apo te kartat e Lixhozit, Eduard? Është jo kulmi i ignorancës, po është kulmi i ignorancës të emancipuar. Dakor. A besoni se një ditë disa politikanë të rinj do të vinë të marrin kurse te kisha këtu ku është pastor Akili, po për të mësuar se si të komunikojnë dhe si të sillen me publikun? Unë do thoje që po ndodh në Shtetet Bashkuara, po ndodh në Shqipëri. Prandaj po e pyes, a do ndodhi në Shqipëri apo jo? Se Obama e di ka ndeka dalë nga pastorët. Është e domosdoshme për të ndodhur. Për të ndodhur. Dakor. A besoni se mund të themi, a besoni se ne mund të themi gjithçka në këtë jetë, Eduard, dhe s'duhet të mbajmë asgjë për vete, duhet të themi gjithçka? Jo gjithçka duhet thohet, sepse atje ku ti pysh një marrëdhënie, atje ku ti mbjell një zëng, atje ku fjala jote mund të çojë një njerëz për të vrarë dikë tjetër, atëherë është shumë e logjikshme që s'duhet të thënë çdo gjë. Të iku intervista çert, merr, kur e mendon. A besoni te papagjyshi i vitit të ri, Eduard? Kam pas besuar në moshën 8-9 vjeçare. Tani jo më, po sigurisht. A besoni se Arihan e njifri besoj apo jo? Treni i kombëtarës. Është pianet dhe se kjo është arsyeja pse kombëtare jon po shkon nga humbje në humbje. Po të takuemi mas jave, pasi të bëj disa hetime, mund të përgjigjet sa. Dakor. A besoni Eduard Leka se gjithçka që shikoni dhe dëgjoni në edicionet e lajmeve është e vërtet? Absolutisht jo. Dakor. A besoni tek efekti i kremrave anti-rudh? Niveja është pozitive. Dakor. A besoni se fundi botës do të vi shumë shpejt, Eduard? Unë dëshiroj që të zgjatet ardhja e fundit botës, sepse mëshira e Zotit i jep kohë njerëzve për të penduar, edhe për të shpëtuar. Interesante. A besoni te besigëria në çift, Eduard? Është një përqindje e madhe, e cila ndodhet vetëm tek, më fal, për audiencën edhe për teleshikuesit, është një përqindje e madhe, për e cila ndodhet nëpër kishat e vërteta. Nëpër kishat e vërteta? Po. Dakor. A besoni se seksi oral është tradhti? Fjalën oral jam ignorant dhe nuk e di. Po oral, si se dini oral? Sepse nuk lexoj artikuj të kësaj natyre. Dakor. A besoni te seksi pa dashuri, Eduard? Është pyetje që mund të ketë kuptim për ju, por unë nuk e perceptoj dot. Nuk kuptoj pyetjen. Po pra, që njerëzit mund të bëjnë seks pa u dashuruar, është ideja. Është gjë shumë është gjë shumë e thjeshtë. Problemi është se e çon njeriu në ngjashmërinë me kafshën. A besoni te dashuria pa seks? Është shumë pozitive. Është e mundshme, thoni ju? Është shumë pozitive, madje. Dakor. A besoni se drogat e lehta të çojnë patjetër te drogat e forta, Eduard? Është e vërtetë. Është e vërtetë? A besoni, Eduard Leka, se Tos Nano do të rikthehet një ditë të kryet vendit? Nuk e di pse më erdhi kjo. Atëherë, Fatos Nanoja është në kryet vendit, edhe duke mos qenë në kryet vendit, sepse
Mos, do njëna nojë se Eduardi. Sepse, më falë e sekundë, sepse çdo njeri i cili, ka krijuar dhjam, është në krye të vendit. Ja futin në fund, më thasë ishte nanojiste, ka krijuar dhjam, thot. Që ke i poshtë, më thashtë tani që të kove jëtë se ti që i rinë. Lavdi zoti që më thu që jam i poshtë, sepse edhe unë që athem vetës, Eduard, falenderi që me edhe në studio, po. Unë quaj me Eduard Lega dhe kam jetuar që edhe një Librajit. Në fakt, sot jetojmë vetëm 2 motra, për kemi qenë 4 fëmijë, kam pasur 3 motra edhe unë. Personi më i dashur i dësime, i cili sot nuk jeton, ka qenë motra jone e madhe, për vetë fakti sepse ka lindur e paralizuar, edhe thjesht duke parë një person i cili nuk mund të jetonte siç pjesa tjetër e familjes jetonte, më ka tërhequr nëpërmjet mëshirës dhe ta dua më shumë. Edhe megjithëse ajo vërtet sot nuk jeton, prapë ngjelet njeriu më i veçantë për jetën time. Fëmijën më saktë kam pasur të mbushur me ngjarje edhe të lezetshme, edhe të këndshme, edhe me lot, po një gjë e cila më ka pas bërë përshtypje, sepse nëpërmjet ngjarjeve ti i zbulon të mëdhet që kanë mungesa. Unë kam pas një shok familje që ishin bashkë në jetën klasë edhe ishin të dy problematikë. Dhe ndodhi që ashtu siç për herë në probleme që ne krijonin na thyrëshin prindrit, pasi prindi kishte folur me mësuesen edhe prindi atit kishte folur me mësuesen, ne takohemi prapë bashkë. Dhe duke i treguar një tjetrit se çfarë na than prindrit, verifikuam diçka të habitshme. E njëjta mësuese i thotë shokut tim, që shiko, Sajmiri, ishte shoku im emër, është shumë djalë i mirë, po Eduardi është ai i cili e prish Sajmirin. Kështu që djali është i mirë, po vetëm largohet nga Eduardi, që ky vërtet të ketë probleme mësime. Po në fakt është e habitshme se atë çka më tha ky shoku i familjes Sajmiri, të njëjtën gjë, më thotë më mësuesja në sy të mamas, i thotë mamas më saktë që Eduardi është shumë djalë i mirë, po Sajmiri djali i keq, edhe nëse Eduardi nuk lë me Sajmirin, vërtet do përparoj, do mësoj më mirë. Po megjithëse ka humor brenda, ka edhe një verifikim të lezetshëm. Domethënë, ajo mësuesi që ne mendonim si vendi ku ti mund të orientohesh për të marrë mësime morali, në aty verifikuan në mënyrë pa dyshim një gënjeshtër të me ekzemplare. Edhe vërtet ajo që e mendoj përveç se qesh, nuk përcjell atë dobësinë të mëdheve që shpesh herë pa e kuptuar nga belit kuptojnë vëllai. Dhe mund të them që nga po themi moshë dhe vogël, ndoshta 8 ose 9 vjeçare, ka menduar për këtë problem. Ashtu siç thash edhe më parë, kjo motra ime e cila kishte lindur e paralizuar, ka qenë një ndër pyetjet e mëdha që unë i bëja Zotit. Si ka mundësi ti që je Zoti drejt, dhe shkon një person i cili akoma nuk ka ardhur në jetë, sepse ideja ime edhe ideja e kujt është që ti duhet të gabosh që të dënohesh. Edhe unë kam pasur pyetje të fortë. Dhe mbaj mend që deri në momentin që vërtet unë isha ke kjo majë malit, jam gjithë deca e majës malit pa e kuptuar, po jam gjithë duke debatuar me Perëndin. Momenti final, jo besoj, po është viti 1998 janar. Në ato momente unë kam qenë majtë malit, dhe janë shumë ngjarje në jetën time, të cilat kanë ndikuar që unë të kem gjithmonë një dialog të brendshëm. Një dialog ndoshta rebelus, po ka qenë ky dialog me atë që nëse Perëndia ekziston, pse janë këto gjëra. Besoj se ka luajtur shumë rol edhe ato vajgje biblike që unë kisha lexuar në burg, edhe vetë njerëzit e shtëpisë time të cilët kishin për vite që luteshin për mua dhe ishin besimtar, dialogu i tyre dhe më shumë qëndrimi i tyre, isha ajo ana pozitive për të parë që ky Zoti që ti mendon negativisht, nëpërmjet këtyre njerëzve unë shikoj diçka pozitive. Ka dhe shumë ngjarje tjera, unë për shembull kam qenë i përfshirë në lëndë narkotike. Edhe kam pas eksperjenca në jetë shpirtërore. Unë kam pas një verifikim të forcave të errësirës që tashmë thohet në Bibël. Kështu që nuk është se kam qenë i mbyllur për të menduar gjëra metafizike, ku kjo metafizika është edhe ka pjesë edhe Zoti, ka edhe djalli. Por momenti final ku çdo gjë mori në fund ka qenë janari 98-s, pas një pyetje që unë i kam drejtuar Zotit.
Tashmë, deri në këto momente, unë kisha lexuar shumë edhe nga Bibla, kisha lexuar edhe disa filozofi, ku disa për këtyre filozofëve kanë qenë dhe teolog të shquar, edhe më ishte rrëmbyer mendimi që Zoti ekziston. Po thjesht për ta vënë tashmë edhe në provë, kjo ka qenë ndoshta momenti më i veçantë i dësime, ngrita një pyetje duke thënë që nëse ti Zot ekziston dhe ke kaq fuqi sa që unë kam lexuar për ty, ndiqo dhomën time. Dhe në këtë moment, pasi unë kam pyetur në qindrat e sekondit, një rrugë e cila rreth pingull me dritare të dhomës ku unë flija gjumë, janë ndriçuar nga përshëndetja e një makine. Më vjen ose duhet të theksuar që nuk është një segment rrugor siç është Tiranë-Durrës ku ka qarkullim makinash në mënyrë të dendur, edhe ti mund thosh pas çdo minuti ka një lëvizje dhe ai ndriçim mund të qenë i tillë. Duhet të kujtojmë që në 98-a ka qenë vit ku pasi erësoheshe, pas orës 5, se dimë në 5 erësohet, nuk lëvizim me makina. Kjo gjëra ka ndodhur rreth orës 12 natës, edhe për mua ato projektor kanë qenë përgjigje e Zotit. Përveç kësaj, unë mbaj mend edhe ndjesinë time, edhe gjithë reagimet e mëpashme që unë kam pas si momenti. Dhe nuk ka qenë vetëm kjo e cila ajo më ka bërë që unë besoj se ka Zot. Po gjatë 3 netëve të vazhdimsi, unë kam pas eksperienca vërtet mbi natyrore, ku edhe vërtetojnë nëpërmjet ngjarjeve që kanë ndodhur më pas. Për shembull, natën e dytë, pasi unë kam bërë atë rrëfimin pa më mësuar një prift, duke qenë Zotit falë për çdo mëkat i dësime, kam pas eksperiencë që të shikoj vëgim në dhomën time. Shikoj vëgim një personi i cili del nga makina dhe goditet me armë dhe vdes. Ky person mbas 4 viteve në një ngjarje me policinë italiane shëlluar nga makina se donte t'i largohej sepse kishte lënë narkotike edhe ka vdekur. Dëshmi poja asaj nate ka qenë që unë dëgjoj një zë të një personi i cili kërkonte një ndihmë dhe nuk kuptova nga zëri se kush është dhe jam lutur kështu pa e di se çfarë po gjet me këtë djalë. Dhe pas një jave është verifikuar jo nëpërmjet meje, por nëpërmjet kunatit tim, personi i cili më ka udhëhequr të besoj që ai djalë ka qenë mjesur nga Vlora deri te Italis, edhe deti ka pas shumë dallg. Edhe në këto dallgë sipër pikërisht në atë orë të natës, atë mesnatë ka qenë pothuajse jo ai, po edhe 30 vetë atje kanë qenë duke u përmbysh gomonën për të vdekur. Plus që dëshmitë ose ai besimi nuk qëndron vetëm në këto fakte. Në gjithë jetën pas asaj besim kam pas dëshmi vazhdimisht frymërisht që ky besim i cili vërtet kam është i vërtetë i prekshëm. Një ndër pasionet e mia, një diçka që unë kam zemër të theksuar është që jem afër të dënuarve, sepse duke qenë se në ato kushte unë njoha Krishtin, e duke qenë në rebeli maksimal pa dashurinë e Zotit, konkretisht sot bugjet më tërheqin më shumë se çdo gjë tjetër. Sepse nuk besoj, po unë kam provuar që Zoti nuk ka kufizime për dashur gjithë njerëzit. Edhe duke qenë se vetë Perëndin e kam njohur në burg, edhe përpara disa kohëve më konkretisht, unë pas që u bëra besimtar, isha në burg edhe jo për shkak do një mëkati që bëra në besim, por është një histori pak më e gjatë. Në vitin 93, unë kam jetuar në Greqi për disa kohë në emergim. Gjatë një grabitje, në përleshje me të zotin e shtëpisë, humbet jetën e tij. Vjen viti 98, ku unë besoj, dhe pas 4 viteve të tjera, në vitin 2002, dhe në largësi kohore 9 vite, unë kaloj prapë në shtetin grek, vetë dorëzohem, pa pasur shenja duash, edhe tregoj veprimin që kisha bërë. Kjo për të qenë edhe korrekt përballë fjalës Perëndis, ashtu siç shkruhet tek letra e Romakëve, që pushtetet vijnë nga sipër dhe kush nuk i bindet pushteteve nuk i bindet Perëndis, edhe unë desha të tregoj që nuk e dua Zotin vetëm formalisht, po dua të tregoj që fjala jote është Perëndi për mua. Dhe kam pas edhe atë eksperiencën e dytë, që ndërsa ke burgu i parë unë nuk isha besimtar, dhe të tjerët më vizituan mua. Në këtë burgun e dytë, përveç se po themi po vija drejtësi në vend duke lejuar veten të lirë në duart e drejtësisë greke, kisha edhe mundësinë që të
kontaktoja dhe të komunikoja me të dënuarit. Pasi krye dënimin në Greqi, kthehem në Shqipëri, edhe 2 vite më vonë dhe deri tani, gjë cilën unë e vazhdoj, shkoj në Burbugje, marr takim me dënuarit, edhe flas për tjetën dashuri që mund ka prek. Është një qëllim që nuk më largoj, sepse sa herë që shkoj në burg dhe dal nga burgu, e ndjej veten më mirë kur dal. Edhe kuptoj që vërtet, ndërsa ti shkon edhe ju jep njerëzve dashurinë e Perëndis, atyre njerëzve që nga shoqëria vlerësohen si jo të mirë, aty ti ndjen që vërtet mendimi i Perëndis për njerëzit nuk është mendimi që njerëzit vetë kanë për veten e tyre. Është një mendim më i lartë. Tani që unë besoj, pse kam guximin që të flas për Zotin? Sepse nuk është një teori e cila futet tek njeriu dhe njeriu nuk dyshon. Po e habitshmja është që ajo çka në jetën time nuk ndryshoi, megjithëse unë kam pasi baba i cili ka qenë komisar politik dhe ka qenë i edukuar për edukuar ushtarët, nuk më ndryshoi dot. Mund të them për shembull 2 dërveset më të këqija që unë kam pas, të cilat nuk i kam më. Unë kam pas një natë tërbuar. Domethënë, nëse dikush do prishet drejtësinë ndaj me, atë që unë e quaj drejtësi, unë e nglendisja ime ka qenë që të flija, po të shkesha në kravatin tim dhe të mendoja pranin e keq për këtë person. Hakmarrja. Më vlonte gjirja dhe gjë që cilë vetëm duke fantazuar se si do i bëj keq tjetrit. Po themi një atë se si ka qenë. Plus sa një ves tjetër i cili e ka marrë vitin 93, ka qenë përdorimi i lëndëve narkotike. Në qoftë se unë do mendoja se si do i bëja keq kundërshtarit, qetësoja veten. Në qoftë se unë do konsumoj lëndë narkotike, qetësoja veten. Po e habitshme është se këto qetësime ishin qetësime të përkohshme dhe më keq më bënin. Tash le të flasim sot. Sepse unë jam i njëjti dhe jam të njëjta jetë. Jam ke e njëjta jetë ku ti provokohesh nga momenti në moment në rrugët e Tiranës. Jam ke e njëjta jetë ku stresi ndoshta të rreth që të përdoresh X pije narkotike, po themi, që qetësohesh. Nuk bëva kjo më. Pse? Sepse nuk është Zoti një fuqi magjike që ty të heq hakmarrjen. Nuk është një fuqi magjike që ty të heq stresin që shoqëria të jep. Po është një dije që e kalon pragun e vdekjes. Edhe unë personalisht mendoj që kur njeriu di, edhe beson atë çka Zoti thot, edhe kur unë besoj që Zoti është shpaguesi, ndërkohë që unë sot mund të kem debat me dikë, jo se unë dua që Zoti t'i bie në kokë atit. Po di diçka. Ai person do ta kuptoj që unë nuk i kam hapur rrugë për arsye të frikës, po i kam hapur rrugë sepse Zoti thot, falni dhe Zoti thot, edhe nëse dikush bëhet kaq i rënd për ty, saqë ti nuk e duan dot, atëherë leje, sepse unë kam mundësi që këtë person ta largoj nga jeta jote. Edhe unë mendoj se ka lutje që jo mendoj, po ka lutje të njerëzve në besim që na shfaqin mrekulli. Edhe ka ndodhur mrekulli. Edhe unë kam shumë për këtyre gjërave. Po duhet të them këtë më të thjeshtë sepse nëse ne tregojmë për një mrekulli në lutje, vërtet do i japim njerëzve pasion për ta parë këtë lutjen pak si diçka të veçantë, pak si spektakolare. Në fakt për mua lutja është ose duhet të jetë e përditshme dhe e përmjeshme sepse nuk mund të fitojmë ndaj të ligut, në qoftë se vërtet nuk gjinjohemi përballë Perëndis çdo mëngjes e të fitojmë një luftë me lehtësi ndërsa lutja ka vajtur përpara nesh. Edhe nëse ne nisim një ditë me lutje, atje ku ne do shkelim, unë jam shumë i sigurt që ai bekimi i mëngjesit e ka mbuluar ditën. Unë nuk mund të them për veten time që jam i pavërtet, por është diçka. Nëse do flisja për vetveten, dyshimet për mos më besuar do ishin normale. Por, ajo e cila më ka bërë mu të besoj, është e njëjta fuqi që mund të vepret tek ty, nëse ti vetë teston. Ndoshta nuk i ngjan lëvizjes të një perdeje për të parë ditën jashtë. Nuk është moment sekondar që ti nëse supozojmë do ndjekësh një lutje timen, Zoti do të prek shpirtin, po unë jam i sigurt që një stil jetese, sipas fjalës që Jezusi ka thënë, sipas fjalëve që unë mund të them, edhe një stil jetese duke qenë Bibla busull, unë jam shumë i sigurt që
ndryshimi i jetës tënde ka përqenë si puna e lumit që pas një shiu i cili merr një ngjyrë të kuqe, nuk bëhet i pastërt në çast, megjithëse në qiell nuk ka edhe nuk bie shi, po pas tekat e ditësh kullimi shkon në një gradë caktuar ku ti shikon ndryshim. Kështu që unë vërtet do doja që secili prej njerëzve që ka rastin dëgjoj këtë intervistë, jo të marrë guximin sepse nuk është gjë e guximshme për të bërë diçka shumë të thjeshtë, po le të kuptoj që nuk është një mesazh i cili merr përsipër të ndihmojë njerëzit të dalin nga një varfëri këtu. Nuk është mesazh i cili merr përsipër të bëjë njerëzit të lumtur këtu. Por është një mesazh më madhështor. Është kaq madhështor sa që detyroj një person i cili është njeriu më i drejtë në kohëra për vajtur në kryq. Nuk ka mundësi pra që një person i drejtë kryqëzohet edhe mesazhi jonë tjetë një mesazh i kufizuar vetëm brenda jetës. Është një mesazh që vërtet është fjalë fort të themi therrin, po është e vërtetë sepse edhe Krishti u kryqëzua për të na shpëtuar nga mëkatet, por në fakt jo vetëm nga mëkatet, nga ato mëkate që të çojnë ke therri. Kështu që është një ardhmë që unë uroj që mos të gjetë befasishëm. Është një ardhmë që e vërteton vetveten në këtë jetë. Edhe më e bukur është se nuk vërteton vetëm një lumturi të momentit shpirtore, po gjëja më e mrekullueshme është ajo që ti kalon dimensionin e vdekjes. Edhe nuk do besosh në këto fjalë që unë po them, po do besosh atë që unë po transmetoj të atyre fjalëve që Krishti ka thënë përpara shumë kohë. Unë besoj që edhe vendosja një qiriri në një kishë, qofse ka sinqeritet edhe qofse ka një dotën nga Perëndis, unë besoj se Perëndia atë vendosjen e qirit të shikon, sepse në fakt shikon qiriun fizik, po shikon qëndrimin e zemrës. Në gentilesin që Perëndia ka me ne dhe unë këtë gentiles do ju ftoja që të bënim një lutje që nuk ka magji brenda, po unë jam shumë i sigurt që nëse kjo lutje të cilën do ta bëjmë bashkë, unë do ju udhëheq, ka sinqeritet, edhe nëse fjalët që janë para thënë ju kanë ngacmuar, unë mendoj se mund të jetë një ditë e veçantë për jetën tënde, që ti pikërisht sot ndoshta të hapesh habitarin e Perëndis, edhe Perëndia të mësojë nga gërma deri tek gërmat e pafundësisë. Kështu që ju ftoj që ndërsa unë bëj një lutje të shkurtër, të bashkoni zërin tuaj me zërin tim, edhe kam siguri absolute që nëse sinqeriteti edhe një herë po e them, është në zemrën tuaj Perëndia këtë moment veçantë ka për ta përdorur për të mirën e jetës tënde. O atë Perëndi, ne të jemi mirënjohës për dashurinë tënde, të jemi mirënjohës për gjithçka që ti edhe bën. Unë lutem o Perëndi që vërtet më udhëheqësh në një jetë të re. Unë lutem o Perëndi që këtë moment ta marrësh edhe ta bësh momentin e veçantë të time. Bëj Perëndia im që ti të jesh zbuluesi i vetëm dhe i vërtet i gjërave tua në shpirtin tim, Perëndia im, edhe bëj që vërtet Zoti i Shenjtë jeta ime të ndryshojë. Perëndi, lutem që vërtet gjithë të jetë të ngarkuar të cilën e shikoj poshtë vetvetes, ta marrësh ti në administrim ndërsa jetoj edhe nuk ka mundësi o Perëndia im që vërtet gjërat më minimale Perëndim ti drejtoj. Atë Perëndim të falenderojmë për Jezu Krishtin, për gjakun e tij. Të falenderojmë që nëpërmjet ti ne kemi çlirim nga mëkatet edhe kemi një pajtim me ty Perëndia im. Dhe ne të falenderojmë Zoti i Shenjtë që vërtet ti je i vërtet edhe nëpërmjet frymës tënde të shenjtë ke për të vërtetuar gjithçka që shkruar në Bibël. Në emër të Jezusit, amen.